Bismillahirrahmanirrahim. Pyetja e kësaj dite është një pyetje shumë e dhimbshme, edhe që në vetvete përkthen një fenomen që në fakt nuk duhet ekzistojë asnjëherë dhe kurrësi në mesin, jo vetëm në mesin tonë, por në mesin e racës njerëzore. Një pyetje e dhimbshme dhe që gati më vjen zor, më vjen turp, më vjen marrë me e trajtu përpara jush. Mirë po ja që ka dhe realitetet të tilla që përsëriten her pas here në mesin tonë, në mesin e shoqërive dekadente. Një djalë që godet nanën e tij. Ma mirë thuaj, një nanë e lënduar nga i biri, e cila ankohet dhe pyet nëse ajo që i ka ardhur shpirtin më të hundës nga dhuna sistematike të birit, nga problemet e ndryshme që i biri shkakton në familje, e ka të lejuar, apo jo, t'i lutet Allahut kundër djalit të saj. Kjo në fakt të dashurit e mi është një pyetje e cila ma mirë mos të ishte, po ja që është. Dhe në her pas here dëgjojmë edhe shohim nëpërmjet lajmeve të ndryshme, nëpërmjet kronikave të zeza, ma të zezave kronika, që njerëz të ndryshëm kanë lënduar prindrit e tyre deri në dhunë fizike. Patjetër që në fenë islame prindit me i thanë vetëm uf, është prej gjunaheve të rana, e prej gjunaheve që e marrin përdore njeriun drejt të zemrimit të Allahut Azza wa Jall. Pra Zoti i gjithësisë na mëson në krye të herës që me adhuru Allahun dhe me respektu prindin, me e dasht prindin. Madje po bashkëbisedoja me një mikun tim të dashtun rreth kësaj teme dhe po i thoja që nëse prindi, baba ose nana, adhurojnë lopën, adhurojnë gurin, adhurojnë drunin, adhurojnë çdo gjë që mund të shkojë ndërmend, ose janë krejtësisht ateist, e mohojnë Zotin në mënyrë kategorike, por që nuk ndërhyjnë në besimin tënd, absolutisht që ti i ke për detyrë me i dasht, me i respektu, me ju bind, me i shërby, me çfarë të kenë nevojë. Vetëm një pikë të vetme. Kurani na thotë që mos me ju bind prindit, por me vazhdu me e respektu dhe me e dasht e me e nderu. Cila është ajo pikë? Nëse prindi insiston që ti të heqësh dorë nga besimi jot në Allahun Azza wa Jall. Pra nëse prindi insiston që ti të dalësh nga Islami, atë përqafosh çfarë nuk është e drejtë, vetëm këtu ti i thu, unë zemrën të ha, unë të kam zemër, të kam shpirt, të kam gjithçka, vetëm këtë nuk mundem me të bind. E gjithçka tjetër, unë jam me krejt frymën time, me krejt qelizat e mia nën urnat tuaja. Në mënyrë kategorike. Ndërkohë, kur shohim apo dëgjojmë që një fëmijë i pa edukum, i pa edukat, i pa udhëzum, pa udhëzim, arrin deri në atë pikë sa të fyej, të lëndoj, të godas, të privoj prindin e tij, nanën a babën, nga mirësitë të ndryshme të kësaj bote, nga ajo çfarë ai ka në dorë, pritet atë fëmijë që i marrin pensionin, pra ja vjedhin pensionin nanës a babës, e të ngjashme, i themi kije frikë Zotin, sepse ty ka me të ardhë në shkimin në këtë botë, para botës tjetër nëse ti nuk pendohesh. Në kategorike. Dhe i ngrati ti, e i mjeri ti, nëse baba ose nana, i bajnë dua Allahut Azza wa Jall kundër të jetë. Ajo dua ka me të kapë dhe ka me të shkatërru jetën. Sa ti nuk keme i besu ma as vetes tane se çfarë është të ndodhur me ty. Për dy arsye. E para, sepse ti je zullumqar, dhe duaja e atij, e asaj që i është bën zullum, pa drejtësi, është dua që nuk ka perde në mes tij, në mes saj dhe mes Allahut Azza wa Jall. Edhe nëse është ky person jo besimtar, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Nëse dikush i ka bën pa drejtësi dhe i lutet Allahut kundër zullumqarit, ajo dua ka me e gjet zullumqarin. E nëse personi që i është bën pa drejtësi dhe zullumqari është djali i personit që i është bën pa drejtësi, atëherë
kjo dua jo vetëm që i vjen mi kryt ti, jo vetëm që e prek dhe e ndëshkon dhe e lëndon dhe e shkatëron, por se kjo konsiderohet edhe si një mallkim shumë i frikshëm nga prindi për fëmijën e tij. Prandaj të dashtën dhe të shtrejt, ta kemi frikë Allahun Azza wa Jall. Dhe të gjithë ata që janë sprovu me këtë gjunah shumë të madh, ma i madh i gjunah mas shirkut. Ata që janë sprovu me këtë gjunah, ti kërkojnë falje Allahut. Të bajnë tobe me krye në sejdë dhe të shkojnë të ju puthin durt e kamët prindët e tyre, e ti kërkojnë falje, e të pendohen para durve të Allahut dhe ti luten prindit të luten për ta. Prandaj kësaj pyetje, siç na mësojnë edhe ma të ditunit, është më mirë me i thanë atij prind të gjor, e durimtar, e sakrifikues, lutju Allahut për udhëzimin e fëmijës tanë, sepse ai ka deviju dhe ka shku aq larg sa veç një Zot e din. Prandaj të dashur të shtrejt, ti lutemi Allahut Azza wa Jall me na forcun këtë besim dhe në këtë fe të mandueshme islame dhe me kujtu veç një hadith të pejgamberit alayhi salatu wasalam, që e gjeta të regjistruar tek Imam Buhariu. Erdhi një person, një djalë i ri tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i tha, do ta jap besën me ba hijret me ty, pra me emigru nga Mekka në Medinë, edhe me ba xhihad me ty, pra me luftu në rrugën e Allahut kundër të gjithë kundërshtarëve dhe armiqve të fesë, e të tokës, e të kauzës tonë. I tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, ti kërkon shpërblimin e Allahut? I tha po. I tha, a i ke prindrit? I tha, i kam. Tha, shko edhe sillu mirë me prindrit e tu. Kaq. Nëse doni shpërblimin, doni bekimin, doni mirësinë e Allahut Azza wa Jall dhe mëshirën e tij në jetën tuaj dhe i keni prind gjallë, shkoni dhe silluni mirë me prind tuaj. Shkoni dhe doni prind tuaj. Shkoni dhe llastoni prind tuaj. Shkoni dhe merrni me të mirë prind tuaj. Edhe ruanu e të ruhemi fort. Zoti na rujt që me aprish prindit e qefin. Zoti na rujt nga devijimi dhe çthurja dhe na baft të fort në këtë islam të pastër dhe madhështor që na edukon mi të gjitha, që pas besimit në Allahun të duam dhe të respektojmë prindrit tanë. Allahu ju dasht.